Ish konkurrenti i Big Brother VIP 4, Klajdi Musabelliu, ka ndarë sot një video prekse në nderim të këngëtarit Shpat Kasapi, i cili humbi jetën ditën e djeshme. Në rrjetet sociale, Klajdi publikoi një fragment nga darka e tyre e fundit, një moment plot jetë ku Shpati shfaqet duke qeshur, kënduar dhe kërcyer, ashtu siç ai njihen nga miqtë dhe publiku. Në mbishkrimin që shoqëron videon, Musabelliu shpreh dhimbjen dhe mallin për mikun e tij, duke theksuar se kjo kujtim do të mbetet përgjithmonë në mendjen e tij. Ishte darka jone e fundit, kështu do të kujtoj gjithmonë, duke kënduar dhe me buzëqeshjen tënde, shkruan ai, duke kthyer videon në një homazh të sinqert për artistin, i cili për vite me radhë ka qenë pjesë e muzikës shqiptare dhe e skenës së showbizit. Postimi i Klajdit ka prekur shumë ndjekës, të cilët kanë reaguar menjëherë me komente ngushëllimi dhe mesazhe solidariteti. Humbja e Shpat Kasapit ka tronditur komunitetin artistik dhe publikun, ndërsa kujtimet e miqve të tij, si ai i Musabelliut, shërbejnë si një rikujtim i gëzimit, energjisë dhe humanizmit që ai përçonte në çdo dalje të tij.